I rëmbyen dhe i bën copa si u vra bosi rus i kriptomonedhave dhe bashkëshortja e tij në Dubai. Çifti rus Roman Novak dhe bashkëshortja e tij Ana u rëmbyen dhe u coptuan dhe më pas u varrosën në shkretirën e Emirateve të Bashkuara Arabe nga një bandë që kërkonte të merrte një thesar kriptomonedhash. Lajmi fillimisht u raportua nga faqja ruse e fondeve Fontanka, sipas të cilës Roman Novak, një shtetas rus që kishte mbledhur $500 milion përmes një aplikacioni mashtrues të kriptomonedhave dhe më pas ishte arratisur me paratë e investitorëve, është vrarë e coptuar bashkë me bashkëshorten e tij Ana pasi rrëmbyesit e zemëruar zbuluan se profili i tij kriptomonedhave ishte bosh. Çifti kishte më shumë se një muaj që rezultonte i zhdukur. Ata u pan për të fundit në 2 tetor pasi u joshën në një resort malor jashtë Dubait nga kriminal që hiqeshin si investitor të mundshëm. Shoferi i tyre i kishte shoqëruar pranë një vendi turistik ku më pas do të merrnin një tjetër makinë për një udhëtim të supozuar. Pas kësaj, kontaktet me ta u ndërpren përveç një mesazhi ku Novak pretendonte se ishte bllokuar diku pranë kufirit me Omanin dhe kishte nevojë urgjente për një shumë të madhe parash. Më pas, heshtje totale. Hetimet zbuluan lëvizjet e telefonit të tyre në zona të ndryshme, rajoni Hatas, territori Omanit dhe qyteti Cape Town. Dyshohet se telefoni ishte në duart e vrasëve të cilët përpiqeshin të çorientonin hetuesit. Çifti besohet se ishin joshur në një vilë në qytetin Hata. Ata u mbajtën peng ndërsa rrëmbyesit kërkuan fjalëkalimin e portofolit të kriptomonedhave të Novak. Kur zbuluan se portofoli ishte bosh, kriminalët dyshohet se i vranë dhe i coptuan trupat e tyre duke i shpërndar pjesët në kosha mbeturinash pranë një qendre tregtare. Misteri u zgjidh me gjetjen e mbetjeve të trupave të tyre dhe arrestimin e 2 të dyshuarve në Rusi. Mes tyre ishin 2 ish ushtarak të luftës në Ukrainë dhe një ish polic që ishte kthyer në trafikant droge. Fundi një historie mashtrimesh që i kushtoi jetën. Vrasja duket se ishte fundi një historie të ndërlikuar. Novak kishte bindur shumë njerëz në Azi dhe lindjen e mesme të investonin në një projekt kriptovalutash që rezultoi të ishte një mashtrim. Ai ishte nën hetim për këtë çështje e cila nxori në pa rolin e tij si manipulues me precedent mashtrimesh ku pretendonte lidhje me sheik dhe miliarder. Novak ishte një nga shumë personazhet që përdorin Dubain si bazë për skemat e tyre mashtruese, duke ekspozuar pasurinë e tij të vërtet apo të reme në rrjetet sociale. Novak dhe bashkëshortja e tij ekspozonin në Dubai foto me makina të shpejta dhe avion privat. Siç shkruan New York Post, ata postonin shpesh foto me një Rolls-Royce me një makinë klasike britanike Cobra me vlerë $1.9 milion si dhe udhëtime në Disneyland dhe vende të tjera turistike. 8 persona janë arrestuar në lidhje me zhdukjen dhe vrasjen e çiftit, përfshir ish investitor të mashtruar nga Novak dhe një ish punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Vladimir Putin. 3 persona dyshohet se kryen vrasjen, ndërsa 4 të tjerë akuzohen për pjesëmarrje në planifikim përmes blerjes thikave që mendohet se janë përdorur në krim. Roli i të 8-it nuk është zbuluar ende.